Sot do të flasim për diçka që, le ta themi, tingëllon si një paradoks i madh. Kemi një fe që shpesh herë në media paraqitet me ngjyra jo fort pozitive, e megjithatë është feja që po rritet më shpejt se çdo tjetër në botë. Si ka mundësi? Le t'i hedhim një sy arsyeve që jepen për këtë fenomen. Dhe pikërisht kjo është pyetja qendrore që shtron edhe materiali ynë burimor. Si ka mundësi që këto dy realitete, pra rritja e shpejtë dhe imazhi negativ, të bashkëtojnë? Kjo është piknisja jonë. Pra pa humbur kohë, le t'i hyjmë temës. Okej, pika e parë, një paradoks i çuditshëm. Për ta kuptuar më mirë, duhet shohim pak shifrat, pra përmasat reale të këtij fenomeni, sepse siç e thekson edhe burimi, ka një diferencë goxha të madhe mes percepcionit dhe realitetit numerik. Dhe ja ku i kemi shifrat, po flasim për rreth 2 miliard njerëz. Pra nuk është një grup i vogël, as pak. Sipas të dhënave të burimit, kjo është afërsisht 1/4 e gjithë popullsisë së botës. Një shifër masive, padyshim. Por, sigurisht, kjo nuk është thjesht një histori numrash. Përtej statistikave, kemi udhëtime personale, histori njerëzore. Burimi thekson se shumë njerëz, madje edhe figura të njohura si Yusuf Islam, Ishkat Stevens, flasin për arsyet e tyre, shpesh të tërhequr nga thelbi i mesazhit dhe ajo çfarë gjetën aty. Mirë, kjo na sjell te faktori i parë sipas burimit. Karakteri i profetit. Cili është argumenti këtu? Ideja është se shumë njerëz, në një moment të caktuar, vendosin t'i lënë mënjanë ato që dëgjojnë në media dhe të hulumtojnë vetë drejt për drejt në jetën e profetit Muhammed. Dhe çfarë gjen kur e bëjnë këtu? Analiza e burimit thekson një pikë kyçe, karakterin e tij. Shumë kohë para se të fillonte misioni i tij profetik, ai njihe me nofkën Alamin, që do të thotë i besueshmi. Dhe ç'është më interesantja, këtë titull ja kishin dhënë po ata njerëz që më vonë u bën kundërshtarët e tij më të flakt. Kjo flet shumë apo jo? Ky argument sipas burimit bëhet edhe më i fortë kur shikon vështirësitë që ai kaloi. Dhe nuk po flasim për vështirësi të vogla. Flasim për një bojkot total 3 vjeçar ku komuniteti i tij gati vdiqurie. Flasim për sulme fizike, sikur u godit me gur në qytetin e Taifit, për një jetë të jetuar në varfëri, edhe kur mund të kishte pasuri. E megjithatë, thuhet se ai kurrë nuk u lëkund nga misioni i tij. Madje, në një pikë, për ta testuar atë deri në fund, krerët e Mekës i bën një ofertë që vështirë se mund ta refuzonte dikush. I ofruan gjithçka, pasuri pafund, pushtet absolut, martesë me gratë më të dëshiruara, vetëm me një kusht: të hiqte dorë nga misioni i tij. Dhe përgjigjja e tij ishte e prerë. Nëse do të vendosni diellin në dorën time të djartë dhe hënën në të majtën, thot ai, unë nuk do të hiqja dorë nga kjo fe. Logjika që ndjek burimi këtu është mjaft e thjeshtë. Pse një mashtrues do të refuzonte gjithë këtë pasuri e pushtet për të jetuar në vështirësi e persekutim? Kjo sipas tyre nuk ka sens. Shumë mirë. Kalojmë te faktori i dytë, përgjigjet logjike. Këtu fokusi zhvendoset te lidhja që Islami, sipas burimit, krijon mes besimit dhe arsyes. Pra, çfarë do të thotë kjo? Argumenti i paraqitur është se, ndryshe nga disa sisteme të tjera besimi ku theksi vihet e besimi i verbër, Islami thuhet se inkurajon aktivisht pyetjet, hulumtimin, përdorimin e logjikës. Përmendet se si tekstet themelore si Kurani dhe thënjet e profetit vazhdimisht i nxisin njerëzit të mendojnë, të vëzhgojnë, të përdorin intelektin e tyre. Pra, nuk është një çështje vetëm e zemrës, por edhe e mendjes. Dhe një pjesë thelbësore e kësaj logjike, sipas burimit, është vetë koncepti i krijuesit. Në Islam, ai përshkruhet me atribute të fuqisë absolute, të përsosmërisë, pa asnjë dobësi apo kontradikt njerëzore. Ideja është se ky koncept është logjikisht i plotë dhe koherent dhe, sipas kësaj analize, shmang disa nga, le të themi, paqartësitë logjike që mund të gjenden në sisteme të tjera besimi. Okej, kalojmë tek faktori i tretë, zgjidhje të përjetshme. Këtu argumenti bëhet shumë praktik. Ideja është se Islami, 1400 vjet më parë, ofroi zgjidhje për probleme të mëdha shoqërore, probleme me të cilat bota përballet ende sot. Le të marrim një shembull të fortë, racizmin. Burimi na kujton episode vërtet tronditse nga historia jonë jo aq e largët. Për shembull, kopshtet zoologjike njerëzore. Po, e dëgjuat mirë, në zemër të Evropës, në Bruksel, në vitin 1958, ku njerëz me ngjyrë ekspozoheshin në kafaze. Kjo tregon se sa thellë ishin rrënjosur këto ide në shoqëri që e quanin veten të civilizuara. Edhe pastaj, ky realitet vihet në kontrast të plot me një mesazh të ardhur 1400 vjet më parë. Kurani thot: "O njerëz, ne ju krijuam nga një mashkull e një femër, dhe ju bëm popull e fise që të njiheni me njëri tjetrin." Argumenti këtu është i qartë. Diversiteti nuk është për supremacin, por për njohjen.
një zgjidhje rrënjësore për racizmin, e ofruar shekuj më parë. Një tjetër problem global? Varfëria. Këtu burimi prezanton sistemin e zekatit. Si funksionon? Është fare e thjesht në koncept. 1% e vogël, 2.5%, e pasurisë të tepërt të pasurve mblidhet dhe u shpërndahet direkt atyre në nevojë. Nuk është thjesht një lëmosh vullnetare, por një e drejtë të varfrit dhe një detyrim për të pasurin. Qëllimi? Të ndërtojë një urë solidariteti dhe të plotësojë nevojat bazike. Dhe ky sistem vihet në krahasim me sistemin financiar të bazuar në interes, apo siç njihet në terminologjinë islame, riba. Argumenti që paraqitet është ky: ndërsa zekati është një urë që lidh të pasurin me të varfrin, interesi është një humner që i ndan ata. Njëri synon të zbuz varfërimin duke transferuar pasuri, tjetri, sipas kësaj analize, e thellon atë duke e bërë të pasurin më të pasur në kurrizin të borxhit të varfrit. Mirë, dhe kjo na sjell te faktori i katërti dhe i fundit i analizës son, ideja e Islamit si një sistem gjithëpërfshirës i jetës. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se, sipas këtij këndvështrimi, nuk është thjesht një fe ritualesh, por një manual i plot për çdo aspekt të jetës. Dhe kur themi çdo aspekt, e kemi fjalën për çdo aspekt. Shikoni listën, flasim për ligje qeverisje, shkencë, ekonomi, familje, etik, madje edhe për higjiene e shëndet. Pika që e bën këtë argument të fortë sipas burimit është kjo: si ka mundësi që i gjithë ky sistem kaq i detajuar dhe gjithëpërfshirës të ketë ardhur nga një person i vetëm në shekullin e 7, i cili sipas të dhënave historike nuk dinte as të shkruante e as të lexonte. Pikërisht kjo natyrë gjithëpërfshirëse, pra suksesi i tij jashtëzakonshëm si në sferën shpirtërore, ashtu edhe në atë praktike të kësaj bote, është arsyeja pse një historian si Michael Hart në librin e tij të famshëm The 100 e vendosi profetin Muhammed në vendin e parë. Jo një nga më mendikim, por personi më mendikim në histori. Tani, për ta përmbledhur gjithë këtë, burimi na sill një shembull modern, një histori reale që i lidh të katër këta faktor bashk. Është historia e dikujt që kaloi nga të qenit kundërshtar i flakt në besimtar. Po flasim për Joran van Klaveren, një ish deputet holandez dhe një kritik i ashpër i Islamit. Ai vendosi të shkruante një libër për të demaskuar Islamin, por ndodhi diçka e papritur. Teksa hulumtonte burimet origjinale për gjetur argumente kundër, ai filloi të gjente përgjigje për. Sipas analizës, ai u përball pikërisht me këto 4 pika që përmendëm: karakterin e profetit, logjikën e pakundërshtueshme për të, zgjidhjet e përjetshme dhe sistemin e plotë të jetës. Dhe përfundimi, libri nuk u shkrua kurrë, por autori i tij u bë musliman. Pra, me çfarë na lë e gjithë kjo analizë? Na lë me një mendim goza provokues. Argumenti i burimit është se rritja e Islamit, ky paradoks me të cilin e nisëm, nuk do të ndalet. Përkundrazi, do të vazhdoj sa herë që njerëzit do të vendosin të anashkalojnë narrativat e mediave dhe të zhyten vetë në burimet themelore. Ky pra ishte shpjegimi i ofruar për këtë fenomen. Shumë faleminderit për vëmendjen.